Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Ozër ndërum sante me lejen Allah subhanahu wa ta'ala, do të marrim dhe do të mësojmë, studiojmë një fjalë për fjalëve madhështore të Allahu subhanahu wa ta'ala, një ajet madhështor të Allahu subhanahu wa ta'ala që ka përmend Allahu në surën Al-Baqara. Ajet ky vëllezër i cili na sqaron një realitet që na si musliman duhet ta kemi gjithmonë parasysh, edhe të jetë i freskt, edhe i pranishëm në mendjet edhe zemrat tona. Pra para se me përmend vëllezër Allahu këtë ajet, fillimisht e ka përmend figurën e Ibrahimit alayhis salam, pra babës e pejgamberëve, profetit, një prej profetëve të dalluar të Allahu subhanahu wa taala, dhe ka përmend se si secila fe mundohet ta përvetsojë atë për veti, sikur feja e hebrejve, sikur të krishterët. Mirë po, Allahu subhanahu wa ta'ala vëllezër i kundërshton të gjithë këta dhe i thot: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin." Ibrahimi alayhis salam nuk ishte hebrej, jehudi, as i krishter, mirë po ishte besim drejt, monoteist, musliman i nënshtruar ndaj Allahut dhe nuk ishte prej paganëve. Pastaj vëllezër Allahu thot: "Wa man yarghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsuhu." Kushdo që ja kthen shpinën fes miletit të Ibrahimit, e që është feja islame, siç do ta marrim, thot nuk e bën një gjë të tillë veç se ai person i cili e ka nënçmuar dhe poshtruar veten e vet. Pastaj vëllezër Allahu në vazhdim të ajeteve tregon se sikur Ibrahimi alayhis salam, sikur Jakubi alayhis salam i kanë porosit fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre me këtë fe, që t'i përmbahen fesë islame, derisa t'ju vi vdekja. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub." Me këtë pra, me këtë fe madhështore, fenë islame, Ibrahimi alayhis salam e ashtu dhe Jakubi i porositën biteve duke u thënë: "Ya baniya inna Allaha astafa lakumud-din." O bitemi, vërtet se Allahu wa ka zgjedhur këtë fe, pra fenë islame. "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Andaj mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Tash vëllezër pyetja këtu shtrohet vetvetiu. Çish ka mundësi njeriu me vdek si musliman, apo ndryshe me thanë si ka mundësi t'i drejtohet këshilla dhe porosia që ai të vdes në islam, kur njeri nuk e din dhe ose çfarë e pret në të ardhmen e tij. Përgjigjja vëllezër për këtë është shumë e thjeshtë. Ai njeri i cili ka jetuar si musliman, ai njeri i cili jetën e ka qu si musliman, e ka praktikuar fenë e Allahu subhanahu wa taala, për këtë njeri shpresohet se Allahu subhanahu wa taala kom ja marr shpirtin si musliman. Ai njeri i cili ka qenë musliman dhe e ka praktikuar islamin në jetën e vet, dhe ka qenë pasues i mirëfillt i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ka qenë praktikues i islamit me zemrën e vet, me shpirtin e vet, edhe me gjymtyrët e veta, atëherë këtij njeri vëllezër Allahu subhanahu wa taala padyshim që ja merr shpirtin si musliman. Pastaj vëllezër në vazhdimin e ajeteve, këtyre ajeteve që i dëgjuat, Allahu po thot: "Sibghat Allah wa man ahsanu min Allahi sibgha." Kjo feja islame me cilën Allahu e ka zgjedhur për juve është ngjyra e Allahut me cilën ai ju ka ngjyros. Është ngjyra e Allahut me cilën ai ju ka ngjyros juve muslimanëve. "Wa man ahsanu min Allahi sibgha." E kush është ai që ngjyros me fe ma mirë se Allahu subhanahu wa ta'ala? "Wa nahnu lahu abidun." Dhe na mëson Allahu neve vëllezër me thanë, ne jemi gjithmonë të tillë që do të adhurojmë Allahun deri në vdekje. Do të jemi nënshtruar gjithmonë ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vëllezër, ky është ajeti që do ta marrim sonte me lejen e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe do ta trajtojmë. Na e dim vëllezër se ngjyra është ajo me cilën njerëzit i ngjyrosin rrobat e veta, murret e veta, shtëpitë e veta. Andaj përse e ka përmend vëllezër Allahu ngjyrën në këtë ajet? Edhe çka është kuptimi i saj? Shumica vëllezër dietarëve thonë se për atyre që kanë shpjeguar Kur'anin,
dhe dietarëve tjerë thonë për qëllim vëllezër me ngjyrën është feja Allahu subhanahu wa taala. Pra Allahu ju ka ngjyros juve me këtë fe. E tash pyetja tjetër që shtohet vëllezër, si ndodh kjo ngjyrosje me fe? Pse Allahu subhanahu wa taala e ka thujt fen e tij vëllezër ngjyrë? Këtu vëllezër dietarët i kanë dhënë disa mendime, na do të mundohemi me i zgjedh ato mendime që janë më të sakta edhe më afër të vërtetës, edhe që e kanë kuptimin më të thellë. Ka pasur edhe dietarë që kanë thënë qëllimi është se pse Allahu subhanahu wa taala e ka thujt fen ngjyrë. Ka thënë qëllimi i kësaj është se kur njeriu muslimani e praktikon fen e Allahu subhanahu wa taala, atëherë çaj praktikimi i fesë që ai e bën i shfaqet në anën e tij të jashtme. Pra i vren gjurmët e fesë tek muslimani çush vrehet ngjyra kur ti e ngjyros trupin ton, rrobën tonë apo shtëpinë tonë. Pra te ai musliman vrehet gjurmët, vrehen gjurmët e pastërtisë, gjurmët e namazit, gjurmët e abdesit, gjurmët e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. I ndryshon fytyra, i ndryshon çehrja. Siç thot Allahu, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Shenjat e tyre i vren në fytyrat e tyre për shkak gjurmëve që lë sejdja te këto. Sejdja ndaj Allahu subhanahu wa taala, namazi që e bajnë ndaj Allahu subhanahu wa taala. Nuk është qëllimi vëllezër gjurmë të sejdës siç mendojnë disa, domethënë ajo shenja që i bëhet njerit në ball për shkak të fërkimit, domethënë prekjes tokës, jo. Qëllimi vëllezër është ajo që shfaqet në fytyrën e njeriut prej çehrës të mirë, thonë ndriçimit, nurit, për shkak se ai adhuron Allahun subhanahu wa taala. Do të moment që ti e sheh, e di se ai njeri është njeri i devotshëm, është musliman i mirë. Brendsinë ka të mirë. Se vëllezër se kur ti mban diçka në brendsinë tënde, nëse është e mirë, devotshmëri ndaj Allahut, sinqeritet, ka më të shfaqë në fytyrën tënde. Ka më të shkëlqy fytyra. Ka më të shfaqë në gjuhën tënde, në fjalë që i flet. Ka më të shfaqë në gjymtyrët e tua. Edhe në kundërtën Allahu na ruaj, kur njeri mshef diçka të keqe në zemrën e vet, ka më shfaqë patjetër në fytyrën e vet, në pamjen e vet, në gjuhën e vet, edhe në gjymtyrët e tij, Allahu na ruaj. Disa dietarë vëllezër kanë thënë se Allahu e ka përmend fen me fjalën ngjyrë, në mënyrë që thot përmes kësaj feje që Allahu vëllezër e ka zgjedh për neve, me na dallu nga fetë e tjera, fetë e kota, fetë e shtrembrume. Edhe ka përdor Allahu thonë këtë shprehje ngjyrë, më thanë që ti mu dallu si musliman nga fetë e tjera, ashtu siç dallohet njeriu i cili ka ngjyrë në trupin e vet, edhe nuk ngatrohet, nuk përzihet me tjerët. Do thot, dallohesh ti si musliman nga ata që nuk janë musliman, me fjalët e tua, me punët e tua, me veprat e tua, ashtu siç dallohen gjurmët e ngjyrës në rrobë apo kudo qoftë tjetër. Pra, sibghat Allah, ngjyra e Allahut, Allahu subhanahu wa taala vëllezër po na urdhëron që na miu përmbajt fesë e tij. Përmbaju kësaj feje me cilën të kanë ngjyros Allahu subhanahu wa taala, ta ka adhuru Allahu subhanahu wa taala, ta ka mburr zemrën me to. Praktikoja atë me praktikim të plot, ashtu siç ka kërkuar Allahu subhanahu wa taala. Me anën tënde të brendshme, me anën tënde të jashtme. Praktikoj urdhrat e Allahut, ligjet e Allahut, dispozitat e Allahut, adhuroj Allahun. Mënyrë që pastaj kur ta veprosh këta, është sikur e përmendëm diçka që ty dallon vëllezër nga të tjerët. Edhe bëhet shenjë dalluese e jotja, e cila kur nuk ndahet. Kushdo që të sheh e din që ti je njeri musliman. Por pra siç tham, kur këto kuptime madhështore zëjnë vend në zemrën e njeriut, atëherë patjetër kanë me të shfaq në fytyrë, kanë me të shfaq në gjuhë, kanë me të shfaq në gjymtyrët e tua. Andaj vëllezër, kjo fe pastaj kur ti e praktikon me zemër, me gjuhë dhe me gjymtyrë, bëhet pjesë e karakterit ton.
edhe nuk ndahet kurrë, sikur ngjyra e cila nuk i ndahet trupit, sikur rroba e cila nuk i ndahet trupit. Në çdo gjendje ti je njeri fetar, je praktikues i fesë Allahu subhanahu wa taala. Qof kur je zgjut, qoft kur je në gjumë, qof kur je në udhtim, qof kur je në vendin ton, qof kur je jashtë në publik apo brenda shtëpisë me familjen tënde, në asnjë gjendje vëllezër ti nuk tërhiqesh nga kjo fe e Allahu subhanahu wa taala. E çka është rezultati i kësaj? Rezultati i kësaj është se ti me këta e arrin lumturinë e përhershme. Pra xhenetin e Allahu subhanahu wa taala e pashtu e arrin lumturinë shpirtërore, rahatin qetësinë shpirtërore në këtë botë, edhe kështu dallohesh nga njerëzit e tjerë. Pse vëllezër, se shikone, feja jon madhështore, feja jon islame, nuk është vetëm fe vëllezër e cila të nxit ty vetëm me pretendu diçka, mirë po është fe e realiteteve. Është fe e cila të thret drejt besimit, të thret drejt punëve të mira, të thret drejt moraleve të mira, të thret që ti me eru gjuhën tënde, të thret drejt çdo pune të mirë edhe fjale të mirë. Andaj vëllezër, kur imani, besimi është i sakt, është i mirëfillt, është i shëndosh, edhe zë vend në zemrën e njeriut, atëherë shumë shpejt kjo këmë të shfaq edhe në gjymtyrët e tjera. Që ta vëllezër, ne e vrejmë se kur njeriu hyn në islam, kalon prej mosbesimit në besim edhe në islam, ndryshon rrëndësisht, tërësisht ndryshon, sikur me ka njeri tjetër. Pra i ndryshon brendësia e tij, i ndryshon edhe ana e tij e jashtme. E vren këta në moralin e tij, në sjelljen e tij. E vren edhe në fytyrën e tij. E vren von se i ka ndryshuar fytyra, i ka ndryshuar çehra. Fytyra domani i shkëlqen me nurin dritën e imanit, edhe pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka qenë e errësuar, e erdh, e nxirr nga kufri, mosbesimi edhe gjunahet Allahu na ruaj. Pra Allahu subhanahu wa taala po e çon këtë fe në islam e ngjyrë. Pra Allahu vëllazër na i ka mbush zemrat me iman. Allahu bën që zemrat tona të ndriçohen me besim, e pastaj kjo dritë, kjo nur të shfaqet edhe në fytyrat tona, edhe në gjymtyr tjera. Allahu thot: "Walakinna Allaha habbaba ilaykum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum." Mirë po është Allahu ai i cili u ka hijeshuar juve besimin, u ka bëj juve dashur besimin, që ti me e dasht me pranu besimin, dhe u ka hijeshu zemrat me besim, ja u ka mush zemrat me besim. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, edhe Allahu ja u ka bëj juve të rryme mosbesimin, shthurjen, degenerimin, edhe gjunahet mosbindjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ç'kjo është feja islame, e cila ty të njofton me Zotin ton, me të adhururin ton, me atë që të ka kriju subhanahu wa taala. E kur ti e njeh Allahun subhanahu wa taala, pa tjetër që ki me dasht Allahun subhanahu wa taala, pa tjetër që ki me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ki mu friksu prej Allahun subhanahu wa taala, ki me respektu Allahun subhanahu wa taala. Punë që i kryen, kimi i kry veç për Allahun, pa i bashirk atij. Dhe kështu vëllezër shfaqet që kjo natyrshmëria e pastër në cilën Allahu subhanahu wa taala i ka kriju njerëzit. Shfaqet kjo natyrshmëri në zemrën tënde, në trupin, gjymtyrët e tua, e po ashtu edhe në gjuhë vëllezër, në zemër, pra ti me zemër e adhuron Allahun subhanahu wa taala. Se edhe zemra ka vëllezër, ka punë, ka vepra. E për veprave më madhështore, adhurimeve më madhështore zemrës është ti me e dasht Allahun subhanahu wa taala, me e dasht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mutut prej Allahut, me shpresun mëshirën e Allahut, me mbështet Allahut, mu kthy me zemër te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj edhe kjo shfaqet vëllezër edhe në gjuhë, kur flet, e flet gjithmonë të vërtetën, je i drejt, nuk mashtron, nuk gënjen, e angazhon gjuhën me bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, me lexim të Kur'anit, me dhikr, me përmendje të Allahut, si dhe çdo vepër të mirë që mundesh me e kry me gjuhë. E po ashtu shfaqet vëllezër kjo edhe në gjymtyrët e tua. Fal namaz, jep zekat, jep sadak, në vepra të ndryshme madhështore që njeriu i kryen me gjymtyrët e vete. Edhe krahas kësaj vëllezër shka largohesh nga gjunahet, largohesh nga çdo gjë që e kundërshton urdhrin e Allahut subhanahu wa taala.
E krejt kjo vëllezër pastaj çka ndikon në qenjen tane si njeri, si musliman. Ka me të ndryshu mendja jote, ka me të ndryshu mendja, mënyra se si ti e percepton dhe e sheh botën rreth teje, shpresat që ai ki, objektivat, synimet që ai ki, sjelljet që ai ki. Pse se ti je ngjyros me këtë fe, me këtë ngjyrë hyjnore që e ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala për neve. E pikërisht vëllezër, ky është kuptimi i ubudijes, do thotë qenurit rob i kujna robi Allahu subhanahu wa taala. Çto po kërkon vëllezër Allahu prej neve, që na me kanë rob të Allahut, jo rob dikujt tjetër përveç tij. Me kanë robi Allahut me zemrën tane edhe me trupin ton. Mirë po si arrihet kjo? Nuk arrihet vëllezër vetëm me pretendime të kota. Kjo arrihet kur ti mëson për fenë e Allahu subhanahu wa taala. Mëson për hadithet, sunetin me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fen e merr nga Kur'ani, e merr nga suneti, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar brezat e parë vëllezër të Islamit, gjenerata e artë e muslimanëve, njerëz më të mirë mbi sipërfaqen e tokës mas profetëve të Allahut alaihi salatu wasallam. Këto arrin kur ti e realizon tauhidin jetën tënde. Kur ti lumturin e kërkon vetëm në Kur'an edhe në sunet të feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur ti punon me fejën Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vëllezër, nuk mjafton vetëm me thanë me gjuhë unë jam musliman. Nuk mjafton këtë vëllezër. Patjetër duhet imani yt me kanë i rrënjosur thellë, me ta prek zemrën thellë. E patjetër krahas kësaj duhet që ti edhe me punu vëllezër me gjymtyrët e tua. Se çka është imani vëllezër? Imani është besim me zemër, shprehje me gjuhë edhe veprim me gjymtyr. Nuk mundet me pas iman nëse nuk janë prezente vëllezër këto tri elemente. E pastaj e pastron veten, e ngrit veten, e avancon veten, edhe ruhesh vëllezër nga dëmtimi i vetes tani, jollosja e vetes tani përmes gjunaheve. Shikoni vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në surën Ash-Shams është betu 19 herë. Është betu në diellin, është betu në hanën, në ditën, natën, qiellin, tokën, shpirtin që e kemi ne, që ka kriju Allah. 19 betime se Allahu subhanahu wa taala vëllezër betohet këdo. Betohet në krijesat e tij. Kurse na si krijesat e Allahut, neve nuk na lejohet me u betu ndikon vetë në Allahun subhanahu wa taala. 19 betime që është betimi më i madh, më i gjatë në Kur'an. Për çka shkon Allahu thot qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtu ai i cili e pastron veten, ndërsa ka dështu ai i cili e ka ul veten, edhe e ka nënçmu veten. 19 betime vëllazëri ka ba Allahu për këtë çështje. Qysh e pastron njeri veten vëllazër? Kur ti i përmbahesh fesë të Allahu subhanahu wa taala. Që kjo është mënyra vetëm. Shkone se e ka ndërlidh vëllezër Allahu subhanahu wa taala shpëtimin. E çka është shpëtimi? Do të thonë kur ti e arrin atë që synon, e që është xheneti i Allahu subhanahu wa taala, edhe shpëton nga ajo për cilës ti friksohesh, e që është dënimi i Allahut në botën tjetër. Ç'kjo është shpëtimi el falah? Për cilin po thot Allahu vetë se ka shpëtu ai i cili e ka pastru veten. Ai është i shpëtuar. Qysh e pastron veten? Kur ti e praktikon fenë e Allahut subhanahu. Jo, nuk mjaftohesh me të më thonë unë jam musliman me gjuhë. Pastaj po thot wa qad khaba man dassaha. Dërsa vetë se ka dështu ai njeri i cili e ka nënçmuar, e ka ul veten, me çka vëllazër ulet vetja? Ulet me gjunahe, me mosbindje ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu po thot sibghat Allah, kjo fe është ngjyra Allahu subhanahu wa taala. Pra që ty dallon nga njeriu jo musliman, në moment që ti e sheh njerin musliman, e din se ai është besimtar, e din se ai është musliman. Mirë po kjo vëllazër arrihet varësisht se sa ti i bindesh urdhrave të Allahu subhanahu wa taala. Varësisht se sa ti i friksohesh Allahu subhanahu wa taala, varësisht se sa ti e praktikon fenë e Allah. Me zemrën tënde edhe me gjymtyrët e tua. Pra sheh njeriu i cili është praktikues i fesë, menjëherë dallon nga tjerë. Sepse vren te kaj vëllezër nur, vren dritën e pasimit pejgamberit, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
apo tjetri që ka dije, e vren se është njeri i dijes. Po është njeri i tillë, siç thot pejgamberi alayhis salam, njerëz më të mirë janë ata që kur i sheh ta kujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Në moment që i sheh, më njëherë vjen mendja Allahu subhanahu wa taala, bota tjetër, feja Allahu subhanahu wa taala. E sheh një tjetër, më njëherë vren se është njeri serioz që përpiqet shumë në adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala. Shkërt vëzhra ajo që ty dallon pastaj nga tjerë. Mirë po, vetëm me pretendime vëllezër, me shpresat kota, nuk arrihet në xhenet Allahu subhanahu wa taala. Secili mundet me pretendu. Pretendon që është besimtar, që është njeri i devotshëm. Mirë po kur e sheh vëllezër gjendjen e tij fatkeqësisht, nuk vren gjurmë të besimit tek ai. Nuk vren gjurmë besimit në sjelljen e tij, në punët e tij, në raportet e tij me tjerët, moralin e tij, në gjuhën e tij, në gjymtyrët e tij, në adhurimin që ja bën Allahu subhanahu wa taala. I thot vetit musliman, mirë po nuk mëson fare për fenë Allahu subhanahu wa taala, ja kthen shpinën fesë Allahu subhanahu wa taala. I thot vetit musliman, mirë po balli i tij nuk e prek sejdën, nuk bën sejdë, nuk e prek tokën kur, nuk fal namaz, nuk agjeron, nuk jep zakat. Pastaj shkon edhe me pamjen e tij të jashtme vëllezër, ju ngjason kujna, ju ngjason njerëzve që janë jo musliman. Andaj kur e sheh, nuk mundesh me dallu a është musliman apo jo. Edhe mundesh shumë thjesht me ia bë pyetjen, a je musliman apo jo? Nga që nuk dallohet vëllezër çka nga tjerë. Pse vëllezër se ky nuk e ka marr ashtu siç duhet që të ngjyrë këtë fetë Allahu subhanahu wa taala. Sepse imani vëllezër në zemrën e tij është të kurrë edhe është dobësu. Edhe pastaj nuk ka mujt më shfaq në gjymtyrët e tij edhe në anën e tij të jashtme. Para janë fik dritat e imanit edhe nuri i imanit në zemrën e tij. Andaj nuk dallon fare nga tjerë që Allahu nuk ja ka ndryshuar zemrat vëllezër me këtë fe, që nuk janë udhëzuar me udhëzimin e Islamit. Vëllezër vren sot shumë njerëz, sidomos tri, që e kanë hedhur mrapa shpinë fenë e Allahu subhanahu wa taala, mësimin për fenë e Allahu subhanahu wa taala. Edhe mësimet për jetën apo çfarë do qoftë i marrin çka nga fe tjera. I marrin nga ata me të cilët Allahu subhanahu wa taala është i zemruar. Nga ata që janë devijuar prej fesë të Allahu subhanahu wa taala. Sa do të na çdo rekat namazi çka lexojmë, kur e lexojmë surën Al-Fatiha, themi ihdina as-siratal mustaqim. O Allah na udhëzo dhe na forco në rrugën e drejtë. Cila është kjo rrugë e drejtë? Thot siratal ladhina an'amta alehim. Në rrugën e atyre që ti o Allah i ke begatuar me të mira. Ghayril maghdubi alehim, ajo në rrugën e atyre cilët e kanë tërheqë zemrimin ton kundër vetes, po me cilën te o Allah i zemrum. Walad dallin, as në rrugën e atyre që janë të humbun. Don këto dy kategoritë njerëzve vëllezër e kanë kundërshtuar rrugën e drejtë, rrugën e atyre që Allahu i ka begatuar me të mira, rrugën e Islamit. Kush janë këta? Allahu thotë këta janë profet. Tregon e tjetër, siç e kanë sqaruar dietarët, janë profet, janë njerëz të mirë, njerëz të devotshëm, janë dëshmorët, muslimanë e mirë. Wa hasuna ulaika rafiqa, dhe sa shoqëri e mirë thot Allahu janë këta. Ndërsa tjerë vëllezër përveç tyre që e kanë kundërshtuar këtë rrugë, ose janë prej atyre që e dinë të vërtetën, mirë po nuk e pasojnë atë, andaj si rezultati i kësaj Allahu është i zemruar me ta, ose nuk e dinë të vërtetën, nuk ka mujt me gjetë për shkak të ignorancës edhe devijimit. Ndërsa ata që i ka begatuar Allahu vëllezër me të mira, i përmbahen Islamit, i përmbahen kësaj rrugë drejtë që Allahu subhanahu wa taala e ka vendosur për robërit e tij në këtë botë. Sa vëllezër që kjo rrugë drejtë, as-siratul mustaqim, rruga e drejtë, rruga e gjerë, në cilën nuk ka kthime djathtas e majtës, por është e drejtë, edhe është e gjerë, është pikërisht Islami vëllezër, për cilën siç thamë fillim atje, i ka porosit sikur Ibrahim alayhis salam, sikur Jakubi alayhis salam vite vetë dhe ju ka thënë inna Allaha astafa lakumud-din, vërtet se Allah e ka zgjedhur këtë fe për juve. Fala tamutunna illa wa antum muslimun,
Andaj mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Ja tjetër vëllezër, Allahu thot: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O besimtar, keni frikë Allahun ashtu siç ai e meriton. Me një frikë domethënë të vërtetë mirëfill. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Po na urdhëron Allahu as se si mos vdesni ndryshe veç se duke qenë musliman. Ajeti tjetër: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minh." Kushdo që kërkon fe tjetër përveç Islamit, ajo nuk i pranohet, thot Allah. "Wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Edhe në botën tjetër ka me kanë prej të dështuarve, nuk ka hise për ta në shpërblimin e Allahu subhanahu wa taala. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Feja vetëm e pranuar te Allahu është vetëm feja islame. Çka vëllazër është pra rruga e drejtë? Rruga e vetme që ty të çon drejt Allahut. Rruga e vetme që ty të çon drejt xhenetit Allahut dhe shpëtimit nga zjarri i xhenemit. Andaj vëllazër, njeri i mençëm që ja don të mirën vetes, e ka obligim, përderisa Allahu të pas ka udhëzuar këtë fe madhështore, të ka zgjedhë, të ka bërë musliman, me e rujt vëllazër këtë fe, me e praktiku këtë fe, edhe me të shfaq kjo fe në gjuhën tane, në pamjen tane të jashtme, në gjymtyrët e tua, në raportet e tua me tjerë, në moralin ton, sjelljet e tua. Ma përfshi do thotë vëllazër kjo fe tërë qenjen tane, duke filluar nga zemra, mendja, lvizjet e gjuhës, lvizjet e gjymtyrëve, raportet me tjerë, raportet me farefisin e kështu me radhë. Pra je njeri që dallohesh nga tjerë, se e ke pranu këtë ngjyrosje hyjnore të Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse një jo besimtar vjen tek ti, apo një shoqëri islame, e vren se këta qenë ka njerëz tjerë, njerëz devotshëm që e kanë frikë Allahun subhanahu wa taala, nuk tutet prej teje, nuk tutet se ti e dëmton me diçka. Është i sigurt. Nuk tutet se ti ja bën ai padrejtësi. Përkundrazi te ti sheh vetëm morale të mira, vepra të mira, fjalë të mira. Sheh pastërti shpirtërore. Sheh fytyrë të ndritshme me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Sheh se je njeri që ki bindje të madhe në botën tjetër, bindje të madhe në Zotin ton. Sheh te ti qetësi dhe paqe shpirtërore. Mirë po, a janë musliman vëllezër në këtë gjendje sot? Pa dyshim, e me keqarë dhe themi vëllezër jo, me përjashtim të atyre që i kam mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Edhe kjo nuk është faji i Islamit vëllezër, këta duhet me kuptu. Kjo është faji i vetë muslimanëve. Faji kthehet domethënë tek besimi i dobët që është tek muslimanët. Edhe kjo bën pastaj që mu shfaq të kundërta tek këtyre që i përmendëm. Pra në moment që besimi yt, bindja jote në Allahun subhanahu wa taala është e dobët, ki me vrejtë se të në musliman, apo një shoqëri islame, ka mu shfaq rrana, ka mu shfaq tradhtia, kanë mu shfaq mashtrimet, morali i kes, sjelljet e këqija, siç edhe e shohim sot. Me përjashtim të atyre që i ka mëshiruar Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, Islami njihet përmes mësimeve, jo përmes veprave që i bajnë muslimanët. Këto do të më kuptu. Personaliteti islam, vëllezër, ti si individ musliman, kur e pranon fejen e Allahut subhanahu wa taala, hyn fejen e Allahut në tërësi, siç thot Allahu: Ja ayyuhalladhina amanu udkhulu fis-silmi kaffa, o besimtar, hyni në Islam tërësisht, jo me marr vetëm aty ku të konvenon, ndërsa tjetër me braktis, se nuk është në përputhje me tekat dhe epshet e tua. Duhet me hyrë në Islam vëllezër tërësisht, me pranu Islamin tërësisht. Edhe në këtë mënyrë, vetëm këtë mënyrë dallohesh. Dallohesh me kapjen tane për fenë e Allahu subhanahu wa taala. Nuk kapësh për fenë se ashtu po e kërkon rrethi, shoqëria, se kjo është dyftërsi. Mirë po këta e bën i nxitur nga imani i thellë që e ki në zemrën tane. Dhe imani vëllezër, siç ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë është bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna shu'ba. Është 70 ca apo 60 ca deg. Thotë fa afdaluha ose a'laha, më e mira, më e larta është qaulu la ilaha illa Allah, është fjala la ilaha illa Allah. Thotë wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq, ndërsa më e ulta është kur ti e largon një pengesë nga rruga. Shkon edhe këta pejgamberi sa më ka thujt Islam, kur e heshti një pengesë nga rruga që i pengon njerëzit.
Pastaj ka thënë wal haya'u shu'batun min al-iman. Edhe turpi, marrja është deg prej degëve të besimit. Çka është vëllazër feja jon madhështore? Nuk ka lanë kur gjon jetën tane veç se e ka prek. Pra më e larta është dëshmia la ilaha illallah, që është çelësi i xhenetit. Pa to nuk mundesh me hinë xhenet. Atë që është e tillë që me ta njeri hin islam, edhe më ulta, që është po ashtu edhe obligimi i parë vëllazër mbi njeriu, pra që me thanë këtë dëshmi, ndërsa më ulta po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me largu pengesat nga rruga. E në mes tyre dyja vëllazër, mes degës më të lartë islamit edhe degës më të ulët, ka lloje të shumta të adhurimeve. Veprave ndryshme që na ka lësu Allahu subhanahu wa taala për të mirën tonë, për më na pastru, edhe më na ngrit, më na bën njerëz të mirë. Vepra që ndërlidhen me zemër, vepra që ndërlidhen me gjuhë apo me gjymtyrët e tona. Andaj vëllezër na duhet me i shpeshtu këto vepra sa më shumë. Në mënyrë që më na shfash kjo në gjuhën tona, në gjymtyrët tona, edhe më na ndriçu vëllezër zemrat tona me këtë mirësi të Allahu subhanahu wa taala. Mu bën njerëz të mirë, mu bën njeri që je mëshirë për tjerët. Nuk tutën njerëz prej teje që të nga ti mundet me ardh diçka që ata i frikson, apo i dëmton, apo i lëndon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musliman i vërtet është ai nga gjuha edhe dora e cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë, nuk tutën prej teje, janë sigurt, e dinë që ti me fjalë apo me veprat e tua nuk i dëmton ata. Me gjuhën tane nuk i dëmton, nuk i bën gibet, nuk i përgojon, nuk përhap thashethame, nuk i sha, nuk i ofendon, nuk tallesh me ta. Po ashtu me gjymtyrët e tua vëllezër e ruan shikimin ton nga harami, i ruan veshët e tu nga dëgjimi i gjërave që janë haram. Pse se e din se Allahu të sheh, nuk mundesh me ik shikimit Allahu subhanahu wa taala. Kudo që ti Allahu të sheh, e ndjen se jene në mbikëqyrjen e Allahu subhanahu wa taala. Edhe nëse je vet, nuk të sheh kërkush, mes katër mureve, e din se Allahu është duke të pa. Andaj ruhesh nuk i bën gjunah Allahu subhanahu wa taala me synin ton apo me veshin ton. Turprohesh prej Allahu subhanahu, vjen marrë prej Allahu që Allah është duke të pa ty, duke i bë gjunah atij. Po ashtu vëllezër shfaqet kjo edhe kur to kuptime madhështore kur njerëz e tjerë i sheh që po garojnë mas jetës së bote, i ka kaplu lakmia mas dunjas. Edhe nuk e shikojnë fare se si po e fitojnë pasurinë, a me halal apo me haram. Përkohë rrezë halal e konsideron çdo gjë që ai vjen në dorë. Dorsa haram mendon ajo që halal s'ka mujt me arritë ajo. Po kur i shef vëllezër tu gëkaru kështu, ky njeri është i tillë që frika prej Allahu subhanahu wa taala, dashuria ndaj Allahu subhanahu wa taala, madhrimi ndaj Allahut që e ka në zemër, e tërheq edhe zbras nga veprat e tij. Se e din se kur të lën një punë, edhe pse e lakmon shumë, e lën për hir të Allahut. Edhe e din se Allahu ka më ia zaventsuar me një punë më të mirë. Pasi që kjo pra është, që kjo as-sibgha ar-rabbaniyya, që kjo ngjyrosja e Zotit, ngjyrosja hynore me cilën Allahu subhanahu wa taala na ka dalluar vëllezër neve muslimanëve. E që po na thret Allahu që na miu përmbajt vëllezër, me zemrat tona, me gjuhën tona dhe me gjymtyrët tona. Pa mu largu nga bestytnit, mu largu nga besimet e kota, mu largu nga shirku, mu largu nga bidatet, nga devijimet, nga epshet e ndalume. Mos me ka në rob i dikuj tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Pa musliman i dallum, musliman ideal, i cili nuk pranon që epshi ty me të zanë rob, mu bë rob i epsheve tua, pasioneve tua. Nuk pranon që pasuria me të robru. Pozita, puna që e ki nuk të mashtron, nuk të robron. Mirë po je rob i Zotit, rob i krijuesit ton. Atë që ata ka jep Allahu, je i kënaqur me to? Ki kënaqësi shpirtërore, vetëm mjaftueshmëri shpirtërore. Nuk lakmon, domethënë nuk e shkatron veten, shëndetin ton. Gjendjen tane shpirtërore dhe psiqike duke vrapu mas dunjas, duke e pa se ti duhet me marr hala ma shumë, edhe me tubu nga dunjaja.
këta njerëz e vëllezër që e njohin Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet. E kur ti e njeh Allahun subhanahu wa taala ashtu siç duhet, atë padyshim vëllezër që kimë bë jetë qetë edhe të mirë edhe të lumtur shpirtërore, siç na tregon për këtë vëllezër dietari i madh Islami Ibn Qayyim rahimahullah, i cili thotë se në zemrën e njeriu thotë ka shpërqendrim edhe shkapërderdhje, thotë cilën nuk e tubon asgjë tjetër përveç se kur njeri i kthehet Allahu subhanahu wa taala. Thotë në zemër thotë ka vetmi breng thellë thotë që nuk e largon thotë kurrë përveç se kur ti gjen prehje, qetësi, rahati, kur ti vetmohesh edhe i drejtohesh Allahu subhanahu wa taala. Thotë në zemër ka pikëllim, të cilin nuk e largon kurrë tjetër veç se kur ti gëzohesh që e ki Allahun Zot. Gëzohesh që ti po e njeh Allahun subhanahu wa taala. Edhe adhuron Allahun, je në raportet e tua me Allahun, je i vërtet edhe i sinqert. Thot pastaj vëllazër, thot në zemër ka shqetësim, thot cili nuk e qetëson kurrë tjetër përveç se kur ti kthehesh te Allahu subhanahu, ik drejt Allahut. Shkon vëllazër, Allahu thot fafirru ila Allah, ikni drejt Allahut, se çaty e gjen sigurinë dhe qetësinë. A ke bën këtë botë kur tutesh prej diçkaje ti ik prej saj, përveç prej Allahut. Kur ti tutesh prej Allahut, nuk ik prej Allahut, se s'ki ku shkon. Mirë po duhet me ik drejt Allahut. Me ju kthy Allahut. Se që aty kime gjetë qetësinë, lumturinë edhe rahatinë edhe paqen shpirtërore. Pastaj vëllezër Ibn Qayyimi thot në zemër ka thot zjarre të pikëllimit, thot cilat nuk i fik asgjë tjetër përveç se kur ti je i kënaqur i pajtimit me urdhrin e Allahut, me ndalesat e Allahut, me kaderin e Allahut. Dhe kur ti thot e përqafon durimin, sabrin, në gjitha këto derisa ta takojsh Allahun subhanahu wa taala. Thot pastaj në zemër thot ka kërkesë këmbgulse, e cila thot kur nuk ndalet derisa ti ta synojsh vetëm Allahun subhanahu wa taala. Pra synimi yt kryesor në këtë botë me kanë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot në zemër ka varfëri vëllazër, cilën thot nuk e largon asgjë tjetër. Nuk mundesh domosdoshmë me largu këtë varfëri nga zemra edhe me mbush veç se me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kur ti e don Allahun, e don fen Allahut, i kthehesh Allahut, kur ti thot vazhdimisht e përmend Allahun, je i sinqert e i vërtet në raport me Allah. Thot edhe nëse walau u'tiya ad-dunya wa ma fiha, edhe nëse Allahu ta jep krejt dunjan me çka kon thot lam tusaddil kalfaqa minhu, kur s'ka me të hiq çaj varfëri. Nëse ti man e humb Allahun, gjithmonë ki me pa zemrën e varfër. Andaj vëllezër, njeri pra i cili jeton larg Allahut subhanahu wa taala, ky njeri është rob i dikujt tjetër. Nuk po don me kanë rob i Allahut, ki me kanë patjetër rob i dikujt tjetër. Ki me kanë rob i epshit ton, ki me kanë rob i shejtanit, ki me kanë rob i lakmive ndryshme. Se robëria reale e vërtet është robëria e zemrës. Pra kur zemrën ta robron dikush tjetër përveç Allahu subhanahu, pa më parasysh është ndonjë grua, një femën, pas cilës njeri është i dashuruar për shembull marrëzisht, derisa kalon gati në çmenduri, apo pas pasurisë, apo pas dunjas, apo çfarë do qoftë, për harame apo xhanave tjera. Pra bosh rob i kësaj. Rob i dunjas, rob i pareve. Shtatë Ibn Qayyim thotë harabu min ar-riqi alladhi khuliqu lahu. Thot ata ikën nga robëria për cilën janë kriju. Pra Allahu dhe neve na ka kriju që na me kanë rob të Allah, se që aty është lumturia jote. Mirë po disa njerëz nuk dojnë, ikun. Mirë po çka ndodh? Thot fabulu bi riqqi nafsi wa shejtani. Allahu i sprovon me robëri ndaj nefsit vet edhe ndaj shejtanit. Ose ki me kanë rob i Allahut, ose ki me kanë rob i shejtanit. Andaj zgjidhe cilën po e don sa je ende gjallë në jetën e kësaj bote. Andaj vëllezër, njeri i cilit i shpëton zemra nga kjo. Pra Allahu të harun zemrën që mos me të lidh zemra ndikon tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala, atëherë padyshim që ky njeri vëllezër ka me pas zemrën e gjerë, ka me jetu në rahatin, qetësi dhe në lumturi, në kënaqësi të madhe. Siç thonë vëllezër, kanë thënë brezat e parë të Islamit edhe disa dietar kanë thënë vërtetë ne jemi duke jetuar në një kënaqësi aq të madhe. Edhe pse vëllezër shkoni ju kanë mungu mjetet e jetesës në botë, janë sprovuar me varfëri.
mirë po ka thonë çash po nina kënaqësi kur po e praktikojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe po angazhohen me Islam, thot, saqë sikur ta dinin thon mbretërit, edhe trashëgimtarët e tyre, fëmijët e tyre thot kishin ardhur na do të ishin mundu me na e marr atë kënaqësi me zor, me dhunë, me shpatë. Hazir ibn Taymije, dietari i madh Islam ka thënë inna fid dunya jannatan, në këtë botë është një xhenet. On hala pa shku te ai xheneti i ahiretit, këtë botë është një xhenet, man lam yadkhulha lam yadkhul jannat al-akhir. Kush nuk hyn në xhenetin e kësaj bote, nuk ka me përjetu xhenetin e botës tjetër. Cili vëllazër është ky xhenet që ka kaq i rëndësishëm në jetën e kësaj bote që na duhet me hin to? Çfarë është kjo rahati, qetësi dhe kënaqësi? Kjo është vëllazër kënaqësia e imanit, besimit në Allahun subhanahu wa taala. Mi po cilit besim vëllazër, jo si tha ai vetëm me gjuhë, besimit real, besimi i cili ta prek thellësinë e zemrës. Besimi i shëndosh që ti e urren mu kthy në kufër, siç thotë pejgamberi sa ashtu siç e urren me gjuhë dikush në zjarr. Kur e harrin këtë besim vëllazër, ti siç thotë pejgamberi sa kimë shiju ëmbëlsinë e imanit. Kur Allahu edhe pejgamberi i tij thotë janë më të dashur se kush do tjetër. E pastaj siç thamë vëllazër, kjo reflekton edhe në gjymtyrët e tua, në zemrën, në gjuhën tënde, në gjymtyrët, domethënë pjesët e tjera të trupit. E shef fytyrën e tij, e sheh se është njeri që ka bindje të madhe në Allahun subhanahu wa taala, është njeri i qetë, që ka veten kontroll, vjen te këta i rahatia dhe qetësi të madhe shpirtërore, saqë ki qef menet me atë njeri, sepse edhe ti ndikohesh prej tina. Hazir ibn Kaimi rahimahullah tregon, thot, kur na sprovon të thot Allahu me sprova të rënda, me bela të ndryshme, persekutime, domethënë nga armiqtë e fesë, nga armiqtë e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot na edhe na ngushton të thekë toka, edhe pse me tërë gjersin që e ka, ke pa kur je në sprov madhe doke toka e ngushtë, s'ki ka jamon. Thot shkonim tek Ibn Taymije, mësuesi i tij, dietari tjetër i madh Islam. Thot posa ja shihnim fytyrën, edhe i dëgjonim fjalët e tij, thot krejt ajo gjendje çka hiqej prej neve. Pa siguria kthehen siguri, në qetësi shpirtërore, në paqe shpirtërore. Pse se kanë pa vëllezër tek ai çka kanë pa? Kanë pa qetësi. Kanë pa bindjen në Allahun subhanahu wa taala. E kjo pastaj i ka reflektuar edhe në fytyrën e tij, edhe në gjymtyrët e tij. Kjo është vëllezër pra këtë dhunti, edhe pse siç e dimë dhe Ibn Taymije rahimahullah, gjatë jetës së tij ka qenë i burgosur disa herë, është përsekutuar disa herë, kanë lënduar disa herë. Edhe në fund Allahu ka dashur edhe me dhan jetën domon duke qenë çka në burg. Kjo është dhurat, kjo qetësi shpirtërore, këto drita nur të zemrës që jep Allahu njeriut, janë dhurat që Allahu subhanahu wa taala jep kujt don për robërve të vet në këtë dunja. E pastaj se është puna vëllezër për dritën që do ta përjetoj ky njeri në varrin e vet. Padyshim se varri i tij, kjo dritë, ka më ndikuar edhe në varrin e tij. Allahu ta mbush varrin me dritë vëllezër, me nur, i cili është një vend i errët, një vend i ftohtë, një vend i frikshëm. Mirpo Allahu nuk të harron, ta zgjeron varrin edhe ta mbush me dritë. E pastaj të jep dritë vëllezër edhe kur dilsh, kur të ringjallesh, kur dilsh para Allahu subhanahu wa taala, edhe kur vendoset ura e siratit për me kalu si për saj e që poshtër xhehenemi. Mirpo patjetër ki me kalu nëse dëshiron me arrit në xhenet. E për atur ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është më e hollë se kimja e flokut. Thotë është e rrëshqitshme edhe është më e mpret se tehu i shpatës. Edhe është errësirë në gjitha anët. E kush të bën dritë vëllezër, kush të jep dritë, praktikimi i fesë që ti ja ke bën këtë fesë Allah që ti e ke bën këtë botë. Kush të jep ajo që të jep stabilitet në kam, që mos me të drill kam për me kalu atë urë, varësisht se sa i ke pas kam të qëndrueshme, stabile në fenë e Allahut, duke qenë jetën e kësaj bote. Allahu Allahu thotë: "Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim." Atë ditë për ditën e kiametit do t'i shohësh besimtarët dhe besimtarët se si drita e tyre i mbulon nga para dhe nga ana e djathtë.
Po ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se varësisht nga veprat edhe imani që e ke pas, e kalon me shpejtësi urën e siratit edhe po as t'jepet drita. Dikush thot e kalon sa çelëm shel syt, dikush sikur rufeja, dikush si era, dikush si kuajt e shpejt, dikush si devet e shpejta, dikush duke vrapu, dikush duke ec, dikush thot zhagazi këmba dorës. Ashtu si ke qenë jetën e kësaj bote. Dikujt i jepet dritë e madhe, shikon e pëllet Allahu bejna e i dihim, përpara të bëhet dritë, dikuj veç nga ana e djathtë, varësisht se sa ke ba punë të mira. Pastaj kjo dritë shkon duke u të kurrë vëllezër, sa që thot pejgamberi alayhis salam, veç i bën dikujt na dritë vetëm gishti i madh i kamës. Në momentet që edhe ata nuk i bën dritë vazhdimisht, nganjëherë domethënë i ndizet, nganjëherë i fiket, kur i ndizet thot es, kur i fiket ndalet, se është errësirë plot. Varësisht vëllezër prej veprave që i ke bën jetën e kësaj bote. Varësisht imanit edhe bindjes në Allahun subhanahu wa taala edhe punëve të mira. Atë vëllezër pra na këtë botë sa jemi duhet me e marë këtë fetë Allahu subhanahu wa taala me e praktiku. Edhe me u shfaq kjo, si shtam, në gjuhën tonë, në gjymtyrë tonë, vepra tona mirë, po edhe në pamjen fizike vëllezër tonë, në rrobat tona. Femra muslimane mu dallu me lirësinë e saj, me turpin e saj, me shamin e saj, me hijabin e saj. Allahu thot wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula. Thot grave thot mos i zhvishni rrobat, largohuni lakuriqësisë, siç ka qenë shprehi e xahilietit, ignorancës, periudhës domethënë para se me ardhi Islami. Shkon këtu Allahu po tregon se femër e emancipume, më thonë e avancume, është ajo që i përmbahet mbulesës. Kështu po thot Zoti jon, krijuesi jon, nuk po thonë njerëzit. Edhe po tregon se lakuriqësia është shenjë e xahilietit, shenjë e ignorancës para islame. Është ajo drejt cilës thret shejtani mallkum. Shtabdo dhe pra, kur njeriu nuk e praktikon aq sa duhet fenë Allahu subhanahu wa taala, atëherë padyshim që ka muzbeh frika Allahu subhanahu wa taala në zemrën e tij, e kjo pastaj siç tan punët e mira shfaqen, po ashtu edhe ato që ti e ke në brendsinë tënde, ka më të shfaq në gjuhën tënde, ka më të shfaq në veprat e tua, ka më të shfaq në pamjen tënde të jashtme si musliman. Mund ti tash me pamjen e jashtme siç tam vëllazër, në fillim derisa atje nuk i ngjason muslimanët. I imiton jo besimtar. Në rrobat e tyre, në pamjen e tyre, mënyrën se si ata i prejnë flokt. Don mundohesh me i imitu verbrisht. Tash ajo që është e shëmtuar ty do këtë çka e mirë, pse se të ka ndryshuar natyrshmëria në cilën të ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Pa ajo që është e shëmtuar ty duket e bukur. Andaj vëzëra, për sosmeria është kur ne i përmbahemi fesë Allahu subhanahu wa taala. Kur ne praktikojmë fenë Allahu subhanahu wa taala. Kur ne feja jon Islami është fe madhështore, siç tham fe e cila nuk e kalon asnjë aspekt tjetër ton pa e prek. Fe e cila mëson se si me ecë edhe në rrugë. Thot Allahu wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hauna. Robert mirëfillt të gjithëmshirshmit të vërtet Allahut janë ata që në tokë kur ecin me qetësi e me butësi. Por shkon vëzë nuk janë këto punë që diku na mundon më dokt pa rëndësishme ose nuk kanë vlerë. Edhe këtyre ju ka kushtuar Islami vëllezër rëndësi. Islami të mëson edhe atje kur të hish, Allah i nderoj nevojtore, me hi me kamën e majt. Mëson që mos më kthy nga kibla kur të krysh nevojat fiziologjike, mëson se si më u pastru nga nevojat fiziologjike. Çdo detaj të jetës e përfshin kjo fe. Pastaj thotë wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Kur njerëzit ignorant i ngacmojnë edhe i ofendojnë, nuk ja u kthejnë me të njëjtën, nuk bëjnë njëjtin nivel me ta, po tregojnë edukat. Folin fjalë të mira. Pastaj thotë walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dhe ata të cilën natën e çojnë në sejdë vëllezër. Duke nejtë në kamë dhe në sejdë, dhe duke fal namaz për Allahun subhanahu wa taala, nuk e çojnë natën gjana të kota, në shkujdesje. Nuk rinë domethënë pa gjumë, duke i bërë gjunah Allahu subhanahu wa taala. Po zë shikone me krahasu mes një njeriu si shtam që ka besu mirëfillt në Allahun me besim të sakt, edhe e praktikon fenë Allahu subhanahu wa taala,
edhe me një njeri I cili mundohet me ik prej Allahu subhanahu wa taala, mos me kanë rob I Allahut, por me kanë rob I shejtanit vëllezër. Nuk munden mu krahasu këta dy persona. E ky I dyti vëllezër I cili mundohet me ik prej fesë Allahu subhanahu wa taala, mundohet pastaj me kompenzu qatë varfrinë si shta Ibn Kaimi atje që e kanë zemër edhe me mbush zemrën me diçka tjetër. Edhe është personi I tillë pastaj vëllezër që prehjen qetësinë shpirtërore e gjen ku Allahu na ruaj, aty ku I bëhet gjunah Allahu subhanahu wa taala. Prehjen edhe kënaqësinë shpirtit e gjen duke u përzim me njerëz të këqij, njerëz gjunahçar. Aty ku ka lakurici, ku I bëhet gjunah Allahu subhanahu wa taala. E kjo vëllezër na tregon se këtij njeriu, siç tham, I ka ndryshuar fitria, natyrshmëria në cilën e ka kriju Allahu subhanahu. Atë që është e shëmtuar, ky tash ka filluar me pa që është e bukur edhe e mirë. Nuk e kërkon udhëzimin në Kur'an edhe në Sunet, nuk e kërkon lumturinë te feja Allahu subhanahu wa taala, mirë po dikun tjetër. E pastaj e vren se fillon, me kërkua me lezu aty ku përhapen dyshime rreth fesë Allahu subhanahu wa taala, ku ka devijime, ku ka bidate, gjëra të rrezikshme, edhe merr. Edhe pastaj I ndryshon ana e tij e mbrëmshme, I ndryshon shpirti I tij, I ndryshon zemra e tij, I ndryshon pastërtia e imanit të tij. Edhe tash pse se nuk ka dash me marr çat ngjyrën e Allahut, që than fenë Allahut mirë, po tash po don mu ngjyros, mu dallu me diçka tjetër. E patjetër që kjo ka më ndiku pastaj. Se njeri ndikohet vëllezër nga ajo që e sheh, ndikohet nga ajo që e lexon, nga ajo që e dëgjon, ndikohet nga rrethi ku ai jeton. Hazër Allah po thot për sibghat Allah, mos ju ndani fesë Allahu subhanahu wa taala. Praktikojnë fenë Allahu subhanahu wa taala, wa man ahsanu min Allahi sibgha, sepse kush është më I mirë në Allah se Allahu në ngjyrosi. A ki me gjetë dikon më të mirë se Allahu subhanahu wa taala, I cili të mëson se çka është mirë e çka është keq? A mundesh me gjetë udhëzim më të plotë se udhëzimi I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Nuk mundesh. Sa I ka qenë njeriu më I përkryer, krijesa më e dashur e Allahu subhanahu wa taala. Andaj pse me hulumtu vëllezër dikun tjetër përveç fjalës të Allahut, Kur'anit edhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj po thot Allahu na mëson vëllezër me than wa nahnu lahu abidun. E ne jemi tillë që gjithmonë kemi me qenë në shtrum edhe kemi me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Kemi me qenë rob të Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi me adhuru Allahun me sinqeritet edhe kemi me pasu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam deri në frymën e fundit. Gjithmonë vëllezër kjo me kanë pra si shej dalluese e jotja. Nuk është kjo diçka opsionale me pas liri të zgjedhjes. Në moment disa ditë po e praktikoj fenë Allahut, pastaj kur du unë e la, jo vëllezër. Në disa rrethana kur je ngusht, je në vështirësi, fillon bash musliman I mirë, pastaj kur Allahu çliron edhe je në mirëqenie e harron Allahun. Jo. Me një vend ku ka musliman e praktikon, në moment që vetmohesh apo shoqërohesh me tjerë, e lën e harron Allahun edhe fenë e tij. Kjo vëllezër nuk është shenjë e mirë tek njeriu. Tregon se ti nuk e ke marr udhëzimin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, nëse dëshirojmë të pastërtu ato njollat që I kemi në brendsinë tonë, na duhet të eduku me edukat fetare, duhet të eduku me edukatën e Kur'anit, edukatën e Islamit, cilën Allahu subhanahu wa taala vëllezër e ka zgjedhur për neve. Ai është krijuesi jon. Zoti jon është ai I cili na ka kriju. Na ka sjellë në jetën e kësaj bote, ai e din çka është më e mirë për neve. Ai e din se çka është në dobi tonë, çka është ajo që na dëmton. Allah thot, ela ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Qysh nuk mundet me ditë ai I cili ka kriju, pra Allahu. Ndërkohë që ai është al-latif, al-latif vëllezër është ai që I din detajet e edhe imësitë e gjanave. Nuk mundet me I kur gjë. Edhe është al-latif është shumë I butë Allahu. Pra cilësohet me butësi, do të thotë edhe pse Allahu të ka ngarku me disa urdhra, të ka ndaluar nga disa gjana, nuk e ka bë këta që ty me ta rëndu jetën. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, thot nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin me ta bë jetën e vështirë. Po Allahu vëllazër nuk ka nevojë për neve, nuk ka nevojë për adhurimet tona, po pse na I ka lësu këto gjana, se kjo është në interesin ton. Kjo është në dobi ton, kjo është ajo që na ngrit, na pastron, na blir neve si individ edhe si shoqëri. Në që ti kur dilsh para Allahut,
me meritu xhenetin e Allahut edhe me shpëtu nga zjarri. Allah thot wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah dëshiron që juve me au pranu pendimin. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Mirpo ata që i ndjekin epshet e veta dëshirojnë që ju o musliman mu largu tërësisht nga rruga e Allahut. Kjo është dëshira vëllezër e armiqve të Islamit, edhe armiqve të fesë të Allahut subhanahu wa taala. Po kështu vëllezër na arrim ngritjen, autoritetin, ndihmën e Allahut sa jemi në jetën e kësaj bote. Nuk ka udhëzim, nuk ka vëllezër vlera, nuk ka parime, nuk ka moralet mirëfillta veç se në fejnë Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka më të mirë se ajo drejt cilës na ka thirrë Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti përmbahemi vëllezër kësaj feje madhështore deri në frymën tonë të fundit, edhe të mos vdesin ndryshe veç se duke qenë musliman. A dëshiron me ka njeri i plot, njeri që të respektojnë tjerë, njeri autoritativ, përmbajë fesë të Allahu subhanahu wa taala. Ji robi Allahu subhanahu wa taala me zemrën tënde, me gjymtyrët e tua. Kështu e arrin vëllezër përsosmërinë, kështu e arrin krenarin, kështu të ngrit Allahu në këtë botë edhe në botën tjetër. Siç thot Allahu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Atë krenaria i përket Allahut, pejgamberit e tij edhe besimtarëve. Cilë besimtarë si thamë ata që besimin e kanë hakikat, e kanë vërtet, e praktikojnë fenë Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu dhe për më na treguar se varësisht se sa ti i përmbahesh besimit edhe fesë të Allahut, po aq Allahu ka më ndihmu në jetën e kësaj bote, ka më të ngrit. Edhe ka më ndihmu, ka më të përkrah. Allahu po thotë zër walillahi al-izza wa li rasulihi wa lil mu'minin. Po tregon se krenaria, fushia kthehet te imani, nuk kthehet ajo se çfarë komsi e ki. Ai është shqiptar apo çka je? Nuk kthehet ajo domthon se çfarë kabile ki, çfarë fisi ki. Kthehet ajo sa po praktikon ti fen Allahu subhanahu wa taala. Për çita që më të pyet Allahu kur del ditën e kiametit para ti. Nuk dveta e kanë shqiptar apo çka e kanë. Dveta e kanë musliman, sa e ke praktikuar fen Allahu subhanahu wa taala. Sa Allah thot inna akramakum inda Allahi atqakum. Ma fisniku, ma me vlerë të ju për njerëzve të Allahu është ai që i tutet mas shumë të Allahut. Pa më parasysh çfarë komsi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la fadla li arabin ala a'jami wala li a'jamin ala arabi. Arabi nuk është më i mirë se jo arabi. As jo arabi nuk është më i mirë se arabi. As i bardhi nuk është më i mirë se i ziu, as i ziu më i mirë se i bardhi illa bit taqwa. Përveç se nëse kush e ka frikë Allahun më shumë. Çka është ajo që çka është peshorja vëllezër te Allahu subhanahu wa taala. Sa po i përmbahesh ti fesë të Allahut, sa po e ke frikë Allahun subhanahu wa taala. Dhe në fund e lutim Allahun subhanahu wa taala të na sjellë dobi me atë që dëgjojmë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të na falë neve prindët tanë dhe muslimanët kudo që janë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të mëshiroj të vdekurit tanë, të shëroj të smurët tanë. E lutim Allahun subhanahu wa taala që të largoj brengat edhe piklimet nga njerëzit e sprovum. E lutim Allahun subhanahu wa taala që ahiretin ton ta bëj më të mirë se dunjan ton. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.